Profesor, një ndeshje e vështirë dhe traumatike me këtë barazimin i kënaqur? Jo, të kënaqur nuk mund të jemi, sepse objektivi ishte për të marrë fitoren, që është e vërteta. Bëm dy gabime teknike që normalisht një skuadër si jemi ndërtuar ne për shkuar tek vendi i parë, nuk mund të bënim ato gabime, por kuptohet jemi njerëz dhe normalisht edhe ndodhin gabimet. Sigurisht që fola me skuadrën kur marrë pjesë e parë, që i tregova për ato gjëra që nuk na shkuan mirë, duhet forca reagimi. Kuptohet që nuam një gol shpresë për të na rikthyer lojë që pjesën e parë. Skuadra ka bërë një super ndeshje, do ta quaj në pjesën e dytë, ka dërguar një forcë karakteri. Dhe ju thash edhe skuadrës brenda komplimente për shpirtin e garës, është në mos e normale që edhe mund të marrësh një gol në standarde. Kuptohet, nuk jemi të kënaqur me barazimin, sepse duhet ta fitonim këtë ndeshje, duke qenë se kemi edhe lojtarë me eksperiencë, pra mund ta kishim menaxhuar pak më mirë. Por kuptohet i tjetër është futbolli dhe duhet ta pranojmë rezultatin, patjetër, dhe të gjejmë forca dhe të ngrihemi për shikuar përpara. Nuk mund të them që kundërshtari na vuri në varësi përveç golave që mendoj e kuptohet patjetër edhe zotësia e kundërshtarit që bëri golat, por mendoj se ishin pak gabime vendosje. Por më pas kundërshtari totalisht shndroi gjatë kohës në mbrojtje, donte vetëm të merrte një pikë dhe ja arriti qëllimin. Po mendoj se sekond pjesë e dytë kanë rezultativ për shkuadrën? Patjetër. Prandaj theksova gjitha ndryshimet që bëm, sepse u kthye ndeshja pra në rezultatin 3-2 dhe lojtarët dhanë gjithçka për ta fituar të ndeshje, por që duhet kujdes, fola me skuadrën për të menaxhojmë nervat. Nuk ka mbaruar asgjë, kuptohet deri ditën e fundit ne do të luftojmë me patjetër dhe të shikojmë kush është më i Zoti deri në përfundim. Sukses urime. Faleminderit.